Përshëndetje të gjithëve, të nderuar zonja dhe zotëri pjesëmarrës, të nderuar partner, të nderuar koleg. Mirëdita dhe mirë se erdhët në sesionin e parë informues të thirrjes së 4 të Fondit Rajonal të Sfidave. Unë jam Vesa Sheu, koordinatore rajonale në RCF, pjesë e njësisë menaxhimit të fondit, dhe së bashku me mua sot kemi edhe kolegun Renato Vasili, koordinator rajonal për Kosovë dhe Shqipëri, si dhe zëvendës udhëheqës në Fondin Rajonal të Sfidës së Kosovës. Qëllimi sotëm i këtij infosesioni është që t'ju prezantojmë më detajisht informacione të detajuara mbi kriteret e pranueshmërisë dhe njëkohësisht procedurat e aplikimit si dhe udhëzimet për dorëzim të aplikacionit. Por, para se të filloj me prezantimin, do t'ja jap fjalën Aleksandrës, e cila në fakt do të na mbështesë nga pjesa teknike e webinarit sot, dhe njëkohësisht do të na sqaroj disa informata teknike. So, Alexandra, could you please guide us through the technical guidelines? Yes, Vesa, thank you. Dear attendees, welcome to the info session of the Regional Challenge Fund in Kosovo. To have a smooth webinar experience, please follow this guide. To ask questions in written form, please use the Q&A option in the Zoom toolbar. To ask questions live, press the raise hand button and a moderator will call you up at the end of presentation. In case you are having technical difficulties, contact technical support in the chat room. Thank you and enjoy the webinar. Thank you, Alexandra. Pra, atëherë do të dëgjojmë tutje, fillimisht për t'ju njoftuar që prezantimin e sotëm e kemi ndarë në 3 pjesë. Fillimisht në pjesën e parë do të prezantojmë detajisht kriteret e eligibilitetit apo të pranueshmërisë, për të vijuar pastaj në pjesën e dytë ku do të shpletojmë shkurtimisht dhe diskutojmë formën e aplikimit, të cilën në fakt pastaj do ta diskutojmë gjerësisht gjatë sesionit të dytë, i cili është planifikuar të mbahet me datë 30 prill në formatin e njëjtë online në platformën Zoom që jemi sot. Dhe pjesa e tretë e prezantimit, ku në fakt do të diskutojmë dokumentet e obligueshme të kërkuara në kuadër të formës së aplikimit, me një tekst të veçantë këtu në formën e buxhetit në Excel, si dhe në formatin e paramasës, në rastet kur ajo është e aplikueshme, po të cilën do ta diskutojmë në vazhdim. Atëherë, dhe në fund të prezantimit, për të njoftuar që do të kemi të dedikuara rreth 15 minuta për pyetjet e juaja eventuale të cilat mund t'i keni. Në ndërkohë, do ta ndaj edhe në ekran prezantimin. Për të mos humbur më tepër kohë, të vijojmë tutje. Nga pjesëmarrësit këtu po shoh se një pjesë e konsiderueshme e kemi që në fakt kanë aplikuar më herët në Fondin Rajonal të Sfidave, në thirrjet e hapura dhe pak a shumë janë të informuara, të informuar mbi fondin, si të qoftë marrë parasysh që në fakt kemi edhe një pjesë të konsiderueshme të pjesëmarrësve që për herë të parë janë kyçur në sesion. Atëherë do të fillojmë me një prezantim të shkurtë të fondit, për të vazhduar pastaj konkretisht siç edhe ceka me kriteret e pranueshmërisë. Atëherë, Fondi Rajonal i Sfidave, apo si tash e tutje do t'i referohemi me akronimin RCF, është krijuar ta ndaj, jeni ta duke pa po. Është krijuar me qëllimin kryesor për të rritur punësueshmërinë, veçanërisht me një fokus të veçantë të rinjve dhe njëkohësisht për të forcuar konkurrueshmërinë e sipërmarrjeve në të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, duke filluar këtu nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnia e Hercegovina, Malizi dhe Serbia, me qëllim duke financuar investime në pajisje dhe infrastrukturë, por edhe për projekte të përbashkëta të përgjedhura të trajnimit bashkëpunues. Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, BMZ,
ka financuar fondin në vlerë prej 64,43 milion euro, ndërsa fondi pashtu është financuar nga qeveria zvistrane, duke filluar nga thirrja e tretë, e përfaqësuar nga Bashkëpunimi Zvistran për Zhvillim, SDC, me një vlerë shtesë prej 10 milion euro. Fondet janë mandatuar Bankës Ndërkombëtare për Zhvillim, KFV, ndërsa Agjencia Zbatuese e Projektit është Forumi i Investimeve i Odave të Ballkanit Perëndimor, SIF, që qëndron për Chamber Investment Forum, i cili në fakt mbështetet pastaj nga një konsorcium ndërkombëtarësh konsulentësh për të zbatuar programin e përgjithshëm. Ky konsorcium përfshin 4 kompani ndërkombëtare me lider IPC, GmbH, nga ku vijnë dhe Renato dhe unë, me bazë në Frankfurt, Planko, pashtu një kompani konsulente me bazë në Gjermani, konkretisht në Hamburg, Swiss Contracting dhe KPMG-ja. Për të tekstuar në fund që qëllimi i RCF-s është të përmirësojë punësueshmërinë dhe në të njëjtën kohë të forcojë konkurrueshmërinë e sektorit privat në rajonin tonë, më konkretisht në Ballkanin Perëndimor. Po, cilat konkretisht janë objektivat e RCF-s? Objektivat kyçe përfshin rritjen e rëndësisë së arsimit dhe aftësimit profesional, dhe kjo gjithnjë duke pasur parasysh në përshtatjes apo harmonizimit të nevojave të kompanisë, rritjen e cilësisë së arsimit dhe formimit profesional në gjithë rajonin, mbështetje financiare për investime në pajisje, infrastrukturë, si dhe në trajnime apo shërbime këshillimi në institucionet që ofrojnë arsim dhe aftësim profesional, me qëllimin ky që të forcohen institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional për të harmonizuar më mirë programet e tyre, kurrikulat me nevojat e sektorit të biznesit dhe të njëkohësisht për të ofruar pajisje dhe teknologji moderne në laboratorët apo punëtoritë e instituteve të aftësimit profesional, të cilat në fakt përdoren njëjtën kohë dhe në biznese. Por shtrohet pyetja, se kush mund të aplikojë në projektet apo grandet që mbështeten nga RCF-ja. Mund të aplikojnë konsorciumet e VTI-s, si term që në fakt bashkëpunim i cili përfshin institutet e arsimit dhe aftësimit profesional, duke përfshirë si sektorin publik po dhe privat, të cilën në pak pashitutje do t'i referohemi si VTI, që qëndron për Vocational Training Institutes, dhe në fakt VTI-t që janë të pranueshme për të aplikuar, përfshin të gjitha nivelet. Këtu duke filluar nga niveli i mesëm apo i lartë sekondar, që ku i referohemi tash me terminologjinë e re, po ashtu qendrat e trajnimit apo edhe fakultetet me profile të arsimit dhe aftësimit profesional, por në kushtin që ofrojnë kualifikime të njohura në nivel kombëtar apo publikisht. Këto konsorciume duhet të pastaj përbëhen dhe në minimumin nga 3 kompani partnere, këtu për të tekstuar se në thirrjet e kaluara ishin 2, po duke filluar nga thirrja e 4 kemi 3 kompani partnere që përfshin të gjithë sektorët, madhësit, cilat do qofshin ato, por që kanë kapacitete për të ofruar mësim në vendin e punës brenda ndërmarrjes së tyre. Për të tekstuar këtu që roli kryesor i konsorciumit i qëndron VTI-s, më konkretisht institucionit të aftësimit profesional, të cilën fakt e merret dhe barën për përpilimin e aplikacionit, por gjithnjë në bashkëpunim me kompanitë partnere. Kushti është që së bashku si VTI, po ashtu edhe kompanitë duhet të operojnë së paku prej 2 vitesh dhe
në bashkëpunimin të përmirësojnë një program ekzistues apo që planifikojnë një program me qëllim të marrin pjesë në arsimin profesional këtu dual apo të mësuarit në vendin e punës. Kush janë aplikantët e kualifikueshëm? Kriteret për të qenë kualifikueshëm përfshin që të jenë të regjistruar në një nga vendet e Ballkanit Perëndimor për të paktën 2 vite para shpalljes së thirrjes, duke pas këtu parasysh se thirrja do të thonë është shpallur zyrtarisht me datë 7 prill të këtij viti 2025, atëherë së paku të jenë të regjistruar 2 vite paraprakisht, të realizojnë arsim dhe arsim profesional në pritarinë e tyre kryesore, të përfshin sektorin, mund të jenë si nga i publik po edhe privat, apo edhe jo fitimturës, OJQ, të njën është shumë e rëndësi nga autoriteti përkatës, që përfshin të jenë të licencuar, apo të akredituar si pas rregulloreve kombëtare, si institucionet të arsimit dhe arsimit profesional, dhe njëkohësisht të jenë të angazhuar në të kaluarën, apo të jenë të gatshëm të angazhohen në përgatitjen dhe zbatimin e programeve të trajnimit bashkëpunues, të cilat janë në fakt pjesë e projektit që planifikojnë të aplikojnë, por kjo gjithnjë duke u bazuar në rregulloret kombëtare. Njëkohësisht të zbatojnë programe të njohura zyrtarisht të arsimit dhe arsimit profesional, të cilat mund të jenë afatgjata, më tepër se 1 vit, apo afat shkurtra më të shkurtër se 1 vit. Por, përsëri për të theksuar, të cilat shojnë në kualifikime të njohura zyrtarisht dhe janë në përputhje me rregulloret e autoriteteve kombëtare të kualifikimeve, apo rregulloret të ngjashme të cilat mund të jenë në nivel vendi. BTI-t publike mbështeten nga autoritetet përkatëse, të cilat mund të jenë në fakt ministrit, apo drejtoritë komunale në arsim, agjencitë e aftësimit dhe arsimit profesional e tjerë, për funksionimin dhe mirëmbajtjen e tyre të rregullt. Dhe njëkohësisht për të theksuar se shuma në total përmes thirrjeve për të cilat BTI-t mund të përfitojnë nga financimi nga RCF është në vlerën maksimale prej 1.2 milion euro. Dhe për të përmendur se konsorciumet mund të krijohen si seceka nga minimumi 1 BTI apo maksimumi 2 BTI dhe minimumi 3 kompani partnere, dhe kriteret gjitha këto që ka i ceka vlejnë edhe për bashk aplikuesit që mund të jetë 1 BTI e dytë. Po, cilat janë kriteret për marrjet apo ndërmarrjet partnere për me të drejtë aplikimin. Po ashtu, edhe si për marrjet duhet të jenë të regjistruara një nga vendet e Ballkanit Perëndimor, në rastin tonë konkret që e ka Kosovën, për të paktën 2 vite para thirrjes së hapjes, të jenë nga sektori publik, privat apo jo fitimturëse, mund të operojnë gjithë sektorët ekonomik, si dhe gjitha masit, të duke përfshirë mikro, të vogla, të mesme dhe të mëdha, sidoqoftë duke filluar nga thirrja 4, kemi bën një prioritet kombëtar që përfshin edhe sektoret ekonomike dhe fokusin në vet, po atë do ta sqaroj më tutje thellësisht në pak në slajdet në vijim. Po ashtu ndërmarrjet partnere duhet të kenë një rezultat pozitiv në vitin para shpalljes së shprehjes interesit, në rastin konkret që referohemi në vitin 2024, ky rezultat pozitiv së paku minimumi duhet të mos jetë negativ, dhe ndërmarrjet partnere duhet të ofrojnë kapacitete të mjaftueshme mësimore, të jenë në gjendje të ofrojnë kapacitete të mjaftueshme mësimore në vendin e punës për të gjithë studentët, të cilët planifikojnë të jenë në kuadër të projektit të trajnimit bashkëpunues. Njëkohësisht, ndërmarrjet partnere duhet të kenë fituar tashmë në themi një përvojë
me iniciativat e trajnimit bashkëpunues, ose të kenë vendosur të marrin pjesë në trajnime bashkëpunuese, këtu ndoshta do të ndalesha edhe një herë ta sqaroj termin trajnim bashkëpunues, duke pas parasysh që programi nuk është i fokusuar vetëm le të themi në sistemin dual, të cilën ja kemi filluar si vend ta implementojmë në sektorin privat tani më në 12 profile, por jemi të hapur edhe për gjitha ato programe të cilat zbatojnë të mësuarit në vendin e punës, ne për atë edhe e përdorim termin trajnim bashkëpunues. Dhe të më thëmë për të theksuar se gjitha kompanitë duhet të jenë të përkushtuara për të mbështetur realizimin e trajnimeve bashkëpunuese dhe të integrojnë elementet të arsimit praktik në proceset e tyre të punës. Ndërmarrjet partnere mund të marrin pjesë në projektet e financuara nga RCP-ja deri në 2 herë. Këtu për të theksuar që tani kjo është, siç e ceka, thirrja e 4 të RCP-s, por në Kosovë kemi edhe fondin tjetër, Kosovo Challenge Fund, KCF-s, që kemi 2 thirrje të suksesshme, që në fakt kriteri i tillë për kompanitë partnere për të marrë pjesë në projekte të financuara vlen edhe për RCF-n. Konkretisht, nëse kemi kompani që tani më janë pjesë fituese e konsorciumeve, deri në 2 herë më nuk mund të vazhdojnë, nuk janë të pranueshme eligjibile për të vazhduar tutje, për të aplikuar. Çka vlen për të theksuar që ndërmarrjet partnere duhet të mos jenë të përfshira në një aktivitet të përshkruar në listën e përjashtimit të KPV-s, Bankën Zërmane për Zhvillim dhe udhëzime sektoriale, ku gjitha këto dokumente janë të publikuara në webfaqen e RCP-s. Më konkretisht, lista që i preferohem është lista përjashtuese dhe udhëzimet sektoriale të grupit të KPV-s, emëruar si e tillë. Derisa po flasim për dokumentet edhe webfaqen, për të njoftuar, ani pse po besoj që shumica nga ju tani më e keni shpletu edhe webfaqen e projektit, krahas gjuhës angleze, webfaqja është e disponueshme edhe në gjuhët lokale, duke përfshi këtu të rajonit, duke përfshi këtu edhe në gjuhën shqipe, andaj gjitha këto dokumente mund t'i gjeni krahas gjuhës angleze edhe asaj në gjuhën shqipe. Kriter tjetër është që kompanitë partnere të mos jenë në pronësi të individeve apo subjekteve jo juridike me bazë në vende nën saksionet e OKB-s, Mbretërisë së Bashkuar, SBA-s, Bashkimit Evropian, apo edhe Gjermanisë, që në fakt se kemi si vend financues i projektit. Dhe për të theksuar në fund, si përmarrjet partnere duhet të mos jenë të dënuara për asnjë vepër penale në të kaluar. Dhe çka konkretisht nevojitet që institutet e arsimit profesional apo BTI-t dhe si përmarrjet të shpalosin krahas përgatitjes së dokumentacionit. Ato duhet të shpalosin pasqyrat apo raportet e tyre financiare të publikuara ose të ndërmjetme të 2 viteve të fundit gjatë fazës së aplikimit, këtu për të theksuar që është me rëndësi që në fakt duke pas parasysh që kemi raste që një pjesë e konsiderueshme e kompanive partnere është nga sektori mikro apo i vogël, edhe nëse në rast caktuara nuk janë të detyruar, nuk kanë qenë të detyruar nga organet kompetente për të shpalosur publikisht raportet e tyre, atëherë ofrohet edhe mundësia e raporteve të mbrëmshme apo të ndërmjetme si ju kemi referuar. Po ashtu, konsorciumet, institutet e BTI-s dhe si përmarrje, duhet të jenë të përfaqësuar vetëm në një projekt propozim për thirrje. Kjo vlen sikurse për BTI, po ashtu dhe për kompani, që duhet të jenë pjesë vetëm e një projekti, jo projekte të tjera që aplikojnë në thirrje. Po ashtu zotohem për të vepruar në lidhje me standardet ndërkombëtare mjedisore, sociale, shëndetësore, të sigurisë dhe punës, gjatë realizimit të projekteve të tyre,
të cilat në fakt konkretisht dhe detajisht përshkruan në dokumentin e RCF-s për shëndetin dhe sigurinë në punë, në udhëzimet e menaxhimit mjedisor dhe social. Të gjitha këto dokumente, siç e teksova më parë, të publikuara në webfaqen e RCF-s. Dhe njëkohësisht, për të teksuar në fund, është që secili konsorcium, duke u referuar BTI-ve si lider në aplikim dhe ndërmarrjet partnere, duhet të caktojnë koordinator bashkëpunues të trajnimit, të cilat do të marrin përgjegjësinë apo të cilët do të marrin përgjegjësinë për planifikimin dhe bashkërendimin e programeve të trajnimit, të zbatuara së bashku dhe që ofrojnë mbështetjen e nevojshme për të trajnuarin, qofshin këta nxënës, shkollat të mesme apo si ECK qendra të trajnimit apo dhe student të fakultetit. Cilat konsorciume janë të kualifikueshëm? Siç u theksua dhe në fillim, konsorciumet nevojitet dhe duhet të formohen nga BTI-t, një apo maksimumi edhe 2 BTI, në bashkëpunim me ndërmarrjet e kualifikueshme me kriteret që i cekën paraprakisht në sesionin paraprak. Konsorciumet duhet të përbëhen nga një institut i formimit profesional, si partner kryesor dhe aplikant kryesor, dhe të paktën siç dhe theksum 3 kompani partnere. Anëtarët e konsorciumit pranojnë publikimin e praktikave të mira dhe ndarjen e njohurive me palët interesuara të RCF-s, dhe ky konsorcium duhet të bazohet në një partneritet të trajnimit bashkëpunues, i cili në fakt duhet të dokumentohet përmes një dokumenti të cilën ne e kemi emëruar memorandumi i mirëkuptimit apo bashkëpunimit. Është një formë që fakt është e disponueshme, të ngarkohet nga webfaqja, është shumë e thjeshtë për të plotësuar me emrat e BTI-ve dhe kompanive partnere dhe nënshkruhet nga secili akter, do të thënë BTI dhe kompani partnere, me qëllim për të dokumentuar bashkëpunimin në mes të gjitha palëve. Këtu për të cekur se një sipërfaqe mund të mbështes, një ndërmarrje, mund të mbështes zbatimin e më shumë se një programi të trajnimit bashkëpunues, ku maksimumi në të tjere kemi 2 trajnime bashkëpunuese, po nën kushtit që ndërmarrja e njëjtë të jetë nga sektori ekonomik i njëjtë. Le të themi që kemi një trajnim bashkëpunues në sektorin e tiput, atëherë edhe kompania që do të mbështes programin bashkëpunues, në rastin konkret nëse kemi 2 programe, duhet të jetë nga sektori ekonomik i tiput apo ICT-s. Po, cilat projekte janë të pranueshme? Projektet duhet të dorëzohen me kohë. Dorëzimi është plotësisht online dhe brenda afatit të dorëzimit. Për të theksuar këto, që thirrja e 4 është hapur zyrtarisht me datë 7 prill dhe afati për dorëzimin e aplikimeve është deri me datë 6 qershor në ora 12. Siç e theksova, projektet dorëzohen online dhe duke ndjekur formatin dhe procedurat e përcaktuara nga RCF-ja. Financimi kërkuar nga RCF-ja duhet të jetë në mes të vlerës prej 150.000 euro deri në 500.000 euro. Këtu do ta theksoj edhe një herë, pasi thirrja e tretë me radhë, deri tani më ishte 600.000, andaj keni parasysh se duke filluar nga kjo thirrje, vlera maksimale e financimit të lejuar të kërkuar duhet të jetë 500.000 euro. Konsorciumet e arsimit dhe arsimit profesional duhet të kontribuojnë në projekte me qëllim që t'i japin projekteve një aspekt të qëndrueshmërisë me një kontribut përkatës prej të paktën 10% të vlerës së kërkuar për financim nga RCF
Dhe njëkohësisht konsorciumet mundsojnë që sigurimi nga aksidentet për gjithë studentët apo nxënësit të ofrohet në përputhje me rregulloret kombëtare, i cili në fakt konsiderohet dhe mund të konsiderohet si një kontribut pjesëmarrës apo matching contribution apo edhe si bashkëfinancim. Projektet e financuara nga RCF-ja me qëllim që të jenë të pranueshme duhet të ofrojnë vende trajnimi për të paktën 30 nxënës deri në fund të vitit të dytë. Numri prej 30 nxënës, do të thonë përfshin, le të themi si rast konkret të marrim 5000 nxënës nga viti i parë dhe 5000 nxënës në vitin e dytë, ku përfshihet numri kumulativ apo progresiv në total prej 30 nxënës. Po është kriter që minimumi i nxënësve deri në vitin e dytë të jetë 30. Projektet e trajnimit bashkëpunues të financuar nga RCF-ja janë të hapura për të theksuar për të gjitha grupet etnike. Andaj edhe të gjitha projekt propozimet nuk mund të përjashtojnë asnjë grup etnik, pa marrë parasysh nga cili minoritet, për trajnimet që ato i ofrojnë. Programet bashkëpunuese të trajnimit profesional të propozuar për financim nga RCF-ja, për të theksuar se duhet të shojnë në kualifikime të njohura në nivel kombëtar dhe në përputhje me kornizat e aplikueshme kombëtare të kualifikime. Domethënë për të themi sqaruar më thjesht që secili trajnim i ofruar duhet të rezultojë në një certifikat, cilën fakt pas përfundimit të trajnimit i dorëzohet studentëve apo nxënësve përkatës. Dhe në fund, në kuadër të projekteve të pranueshme, projekti i propozuar nuk duhet të rritë numrin e studentëve në VTI në më shumë se 50% krahasuar me totalin e studentëve në dy vitet e fundit. Do të thonë përkrahasim totalin studentëve të gjithë VTI-s, jo vetëm për trajnimin bashkëpunues të cilën janë duke aplikuar. Për ta thjeshtuar më konkretisht, si shembull, le të themi që një VTI, institucion i aftësime profesional, ka në total nxënës prej 100 nxënës, dhe tani dëshiron të aplikojnë në RCF me një program bashkëpunues, qoftë ai ekzistues apo i ri, por maksimumi i nxënësve të cilën duhet ta përfshijë është 50. Në kushtin, domethënë, që nuk ngritet më shumë numri i nxënësve se 100 plus 50, 150 nxënës total, se 50% krahasuar me totalin e gjithë nxënësve. Po ndalem më tepër këtu, themi për disa sqarime, shtesë për ta thjeshtuar sa më shumë për ju. Po njëkohësisht do të keni mundësinë që të bëni pyetje dhe në sesionin e fundit të pyetjeve dhe të përgjigjeve, me shumë kënaqësi, kolegu Renato dhe unë do t'ju përgjigjemi. Në kuadër të projekteve të pranueshme, është me rëndësi që ato të mbështeten nga autoritetet përkatëse. Prandaj VTI-ja kryesore duhet të marrë një letër mbështetje nga autoriteti përkatës, siç e cekëm që mund të jetë ministria, drejtoritë komunale për arsim apo institucion tjetër në kuadër të rregullave preventive, të cilat në fakt konfirmojnë zotimin e tyre për të mbështetur VTI-n gjatë zbatimit të projektit, si dhe dorëzimit të programeve të propozuara të trajnimit bashkëpunues. Këtu për të sqaruar që VTI-ja kryesore, më konkretisht po i referohem me VTI-ve nga sektori publik, domethënë letrën e tillë, e cila në fakt forma është tani më në kuadër të dokumenteve të obligueshme e disponueshme në webfaqe, duhet të nënshkruhet nga ministria apo drejtoritë komunale të arsimit, po është e rëndësishme të cekët edhe personi përgjegjës kyç që qëndron në ministri apo në drejtoritë komunale, dhe duke marrë parasysh sistemin
e arsimit dhe aftësimit profesional që operon në Kosovë, në rastin e Kosovës, në fakt letra tillë mbështetje duhet të nënshkruhet nga Ministria si dhe nga Drejtoritë Komunale të Arsimit. Në rastin e instituteve të aftësimit profesional nga sektori privat, atëherë letrën e tillë të mbështetjes duhet ta marrin të nënshkruar nga përfaqësuesi autorizuar i institucionit, i cili në rastin konkret mund të jetë pronari, dekani apo përfaqësues të autorizuar të ngjashëm, sipas statutit të brendshëm që instituti i arsimit profesional operon. Kohëzgjatja parashikuar e projektit është maksimumi 3 vite. Kjo duke filluar nga data në shkrimit të kontratës me RCP-n, këtu për të theksuar se edhe në rastin e programeve 4 vjeçare, projekti prap i propozuar zgjat 3 vite. Që mbështetet nga ana e RCP-s. Sidoqoftë, programet e trajnimit bashkëpunues mund të vazhdojnë të zbatohen në formë të qëndrueshme, është shumë me rëndësi për ta cekur edhe pas përfundimit të projektit që e cekëm ne në periudhën prej 3 vitesh. Është shumë rëndësi që të vazhdohet mënyra e zbatimit dhe operimit të tyre. Dhe njëkohësisht BTI-ja duhet të propozojnë maksimumi 2 programe të trajnimit bashkëpunues. Minimumi është 1 program, është të ranë në rregull të vazhdohet edhe 1 program bashkëpunues, duke përfshirë profile arsimore, programe studimi ose të ngjashme sipas rregulloreve kombëtare. Edhe në fund për të theksuar që projektet dhe programet e trajnimit bashkëpunues të propozuara nuk mbështesin asnjë aktivitet të përshkruar në listën e përjashtimit të KPB-s dhe udhëzime sektoriale ose të ngjashme që i cekëm edhe më parë dhe të cilat mund të gjenden në web faqen e projektit të RCP-s, të cilat në fakt në vijim pas edhe do t'ju demonstrojnë konkretisht se ku mund t'i gjeni, nëse vetëm dikush nga ju nuk i ka gjetur tani më. I cekëm deri tash në fakt gjitha kushtet e pranueshmërisë apo eligibilitetit, por gjithashtu e theksova se duke filluar nga thirrja 4, janë bë disa ndryshime sa i përket kritereve, me fokus në prioritetet tematike të RCP-s, si dhe ato kombëtare. Andaj, për të qenë të pranueshëm projektet, ato duhet të trajtojnë një ose më shumë nga prioritetet tematike të mëposhme të RCP-s, apo prioritetet kombëtare në nivel vendi, rasti konkret në nivel Kosove. Këto prioritetet tematike përfshin tranzicionin e gjelbër, ku në fakt çka konkretisht nuk kuptojmë me këtë. Kjo nuk kupton që programi i propozuar i trajnimit bashkëpunues është pjesërisht apo edhe tërësisht i fokusuar në zhvillimin e aftësive të gjelbra, apo edhe buxheti përfshin investime për praktikat e gjelbërimit në shkolla, apo edhe ndërmarrjet kompani partnere. Aspekti 2 tematik përfshin barazinë gjinore dhe përfshirjen sociale, ku konsorciumet tregojnë angazhim të fortë për të rritur barazinë gjinore, duke tërhequr në këtë mënyrë më shumë vajza apo gra në profesionet tradicionalisht të dominuar nga meshkujt, apo edhe anasjellas dhe themi në pozicione, në profesione le themi në kuadër të përpunimit të drurit, ku kemi tradicionalisht student apo nxënës meshkuj, atëherë do të ishte, do të thënë, vlerësohet një angazhim që për të heqje të gjinisë së kundërt, në rastin konkret vajza, apo njëkohësisht kjo përfshirja gjinore dhe përfshirja sociale përfshin edhe angazhimin e vetë konsorciumit për të tërhequr nxënës apo student nga grupet e marginalizuara, po njëkohësisht apo edhe në kuadër të përfshirjes gjinore dhe përfshirjes sociale është edhe mbështetja infrastrukturore për personat me aftësi të kufizuara, të cilët në fakt nxisin përfshirjen e të gjitha gjinive. Aspekti 3 tematik
është transformimi digital, që në fakt më kupton dhe përfshin programin e propozuar të trajnimit bashkëpunues, i cili është pjesërisht ose tërësisht i fokusuar në zhvillimin e aftësive digjitale dhe ose zbatohet përmes mjeteve digjitale. Dhe ose mund të jetë që buxheti përfshin investime në teknologji inovative. Do më thëmë për të sqaruar edhe një herë që projektet janë të pranueshme nëse ato trajtojnë një apo më shumë nga këto prioritetet tematike që e ceka. Dhe së fundmi e kemi dhe prioritetet kombëtare. Çka nënkupton që programi i trajnimit bashkëpunues adreson një nga sektorët e preferuar për rritjen ekonomike apo edhe modele të ndryshme të përcaktuara në fakt edhe që prezantohen në slajdin në vijim. Në kuadër të prioriteteve kombëtare në Kosovë, në bashkëpunim dhe me partnerët tonë që ceka në rastin konkret forumin e odave të rajonit perëndimor, që në nivel vendi është oda ekonomike e Kosovës, si dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, në fakt janë identifikuar sektorët ekonomik me potencial rritjeje apo zhvillimi, të cilët janë sektori i teknologjisë informative, përpunimit të ushqimit dhe përpunimi i drurit dhe metalit. Do me thënë, me qëllim që projektet të jenë të pranueshme apo të kualifikueshme, duhet të trajtojnë një nga prioritetet tematike apo ose si shtesë prioritetet kombëtare që t'jenë nga tre sektorët e listuar ekonomik. Për më tepër, në rastin e Kosovës, prioritet kombëtar është dhe në thirrjen e 4 janë listuar edhe institutet e arsimit dhe arsimit profesional publik, dhe në fakt arsyeja për këtë është duke marrë parasysh se nga 16 projekte fituese që kemi deri më tani në RCP, në 3 thirrje të kaluara, nga to vetëm 3 projekte janë nga konsorciume me rol lider që udhëhiqen nga shkolla publike, ndërsa 13 projekte tjera të fituara në kuadër të RCP-s janë nga sektori konkretisht nga VTI-t private. Andaj, në kuadër të prioriteteve i kemi edhe të listuara VTI-t publike. Çka konkretisht atëherë përfshin edhe buxheti apo investimet që mbështeten në kuadër të RCF-s? Konsorciumet e theksuam që mund të aplikojnë për financim nga RCF-ja me vlerën në mes të minimumit prej 150.000 euro, jo më pak, dhe një vlerë maksimale prej 500.000 euro, dhe këto grante mund të përdoren për investime në makineri dhe pajisje, punime, apo dhe trajnime dhe shërbime të caktuara në kuadër të trajnimit të propozuar të bashkëpunimit. Për të theksuar që gjitha këto investime që kërkohen nga ana e konsorciumit dhe të cilat në fakt duhet të vendosen vetëm në institutet e arsimit profesional, jo në kompanit partnere, sigurohen përmes procesit të prokurimit publik të kryer dhe menaxhuar nga Njësia e Menaxhimit të Fondit të RCF-s dhe në përputhje me udhëzimet e prokurimit të KFP-s, Bankës Gjermane për Zhvillim. Andaj, për të theksuar që konsorciumet fituese nuk mund t'i prokurojnë vetë asnjë nga investimet e kërkuara, përfshi këtu makineri dhe pajisje, punimet në infrastrukturë, apo dhe shërbimet e këshillimit apo trajnimit që ato planifikojnë t'i kërkojnë. Çka konkretisht përfshin në mënyrë më detajuar investimet e mbështetura,
apo cilat janë ato kostot të cilat janë të pranueshme nga ana e projektit të RCF-s. Si që theksova, investimet janë të ndara në 3 kategori kryesore. Fillojmë nga makineritë dhe pajisjet, të cilët në fakt duhet të vendosëm në ambientet e instituteve të arsimit profesional, të cilat nevojitën për zbatimin e pjesës praktike të programit, apo të programeve rasti konkret që mund të jenë deri në 2 programe, të trajnimit bashkëpunues, të cilat janë në përputhje me kurrikulat dhe objektivat e përcaktuara mësimore. Duke përfshi këto, si mund të jetë në fakt krahas, domethënë makinerive apo pajisjeve të kërkuara, edhe trajnim për përdorimin e atyre pajisjeve dhe makinerive, apo manuale dhe instalimin, po dhe njëkohësisht në kuadër të kostove të pranueshme, është edhe shpenzimet e mirëmbajtjes për pajisje dhe makineritë, të cilat mbështeten nga ana e projektit të RCF-s. Në kategorinë e dytë, e cila i përket kategorisë së punimeve, më konkretisht po I referohemi financimit të rehabilitimit të plasave apo punëtorive, zgjerimit të tyre, përshtatjes apo edhe ndërtimit të objekteve, anekseve të reja, por të cilat janë të lidhura ngushtë me trajnimin në ambientet e VTI-s dhe të cilat janë të nevojshme për zbatimin e pjesës praktike të programit apo programeve të propozuara të trajnimit bashkëpunues, por këto duke pas parasysh këto kushte. Edhe këto kushte në fakt janë përditësuar nga kjo thirrje, andaj ju lutem keni parasysh që në rastin kur kërkohet investim për punime infrastrukturore, siç I theka rehabilitim, zjarrim apo përshtatje ndërtim të ri, atëherë është si kusht dokument I obligueshëm të përgatitet paramasa, e cila në fakt është një dokument I detajuar I punove ndërtimore për llojet e punimeve, edhe përfshin në fakt një përmbledhje të detajuar të sasive edhe vlerës së punimeve. Një format të paramasës mund ta gjeni në kuadër të dokumenteve të obligueshme, të cilat janë të disponueshme në webfaqe. Ndërkohë, ato do t'ju pak demonstroj edhe pas përfundimit të kësaj pjesës së prezantimit. Por, në rastin e punimeve, kërkohet leje ndërtimi për punimet e parashikuara, sipas rregulloreve apo legjislacionit në nivel vendit kombëtar, atëherë është detyruar që krahas paramasës të dorëzohet edhe dizajni I projektit. Marr parasysh se kjo është vetëm faza parë e aplikimit, I cila pastaj do të përcillet në fazën e dytë. Në këtë fazë, në fazën e shprehjes së interesit, kërkohet vetëm verzioni fillestar mbi planin, domethënë I projekt dizajnit që planifikohet apo që parashikohet. Nëse, këtu për të theksuar, projekti kualifikohet në listën e ngushtë, atëherë dizajni I projektit duhet të dorëzohet në versionin final. Dhe kjo, domethënë gjatë fazës së dytë të aplikimit, më konkretisht që përfshin formën e plotë të aplikimit. Për këtë, për t'ju njoftuar sërish, dhe kjo vlen vetëm për ato, domethënë projektet të cilat do të shortlistohen për fazën e dytë të aplikimit, nëse projekti përzgjidhet për financim, atëherë leja ndërtimi do t'jetë e nevojshme dhe duhet të mirret dhe paraqitet në RCF më së voni 3 muaj pas marrjes së vendimit zyrtar për përzgjedhje nga RCF-ja. Domethënë në momentin që njoftoheni që jeni përzgjedhur për financim, atëherë është një afat kohor prej 3 muaj, nga ku mund ta merrni lejen e ndërtimit me qëllim që ne vazhdojmë tutje pastaj me nënshkrimin e marrëveshjes së financimit. Dhe kategoria e tretë e investimeve që ne si projekti RCF-s mbështesim janë shpenzimet e programit trajnimit bashkëpunues. Por këtu do të theksoj përsëri që filluar nga kjo thirrje, maksimumi
e totalit të financimit që mund të bëhet në kuadër të këtyre aktiviteteve të programit bashkëpunues është 20% e vlerës totale që kërkohet. Po çka konkretisht përfshin kjo? Në kuadër të shpenzimeve të trajnimit bashkëpunues, do të thonë po i referohemi nga trajnimeve apo edhe shërbimeve konsulencës apo edhe shpenzimeve tjera që mund të jenë në kuadër të marketingut apo promovimit të programeve, fillojmë fillimisht që përfshin trajnimin e mësimdhënësve, po ashtu edhe trajnimin e trajnerëve brenda kompanive, të cilat mund të përfshin fakt trajnim pedagogjik, trajnim për mentorim, trajnim për tranzicionin e gjelbër, aspektin e gjelbër në kuadër të aspektet tematike që përmendëm, nxitjen e baragjisë gjinore, përfshirjes sociale apo tematika të ngjashme. Shpenzime po ashtu të pranueshme janë edhe kemi edhe mbështetjet këshillmore për vetë institucionin apo edhe ndërmarrjet partnere, të cilat në fakt kanë të bëjnë dhe janë të ndërlidhura direkt me zbatimin e programit të trajnimit bashkëpunues dhe lidhet këtu me përditësimin e kurikulave për t'u përshtatur le të themi nevojave të tregut dhe përditësimi i cili parajohet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë në mes të BTI-ve dhe kompanive partnere, po edhe përditësimi i materialeve mësimore, të cilat në fakt janë të nevojshëm për zbatimin e programit apo programeve bashkëpunues. Kostot tjetër e pranueshme janë kostot për materialet apo mjetet mësimore për trajnim praktik, të cilat në fakt kërkohen për zbatimin e trajnimit bashkëpunues, si edhe po ashtu edhe materialet shpenzuese, konkretisht materialet të cilat nevojiten për realizimin e trajnimit, po këtu për të theksuar se kjo është në një masë të kufizuar, edhe materiale shpenzuese që lidhen, mbulohen vetëm ato që lidhen direkt me zbatimin e programit të trajnimit të planifikuar dhe të përfshirë në projekt. Aspekt tjetër që mbështetet në kuadër të kost tjetër në kuadër të shpenzimeve të programit bashkëpunues është edhe mbështetja për aspektet të lidhura me sigurinë dhe shëndetin në punë të nxënësve apo studentëve. Më konkretisht këtu po i referohemi sigurimit të kushteve të përshtatshme të punës për të trajnuarit, mësimdhënësit, si dhe trajnerët brenda kompanive, si në ambientet e BTI-s, po ashtu edhe në ambientet e kompanive partnere. Dhe së fundmi janë edhe kostot e marketingut dhe promovimit të kurikulave që i përmenda, të cilat në fakt domethënë përfshin promovimin e programeve të trajnimit të propozuar në target grupën opcionale që përfshin nxënës, prindërit, po edhe kosto në fakt për të kontaktuar të gjitha, domethënë gjinitë dhe grupe sociale në kuadër të vendit. Këtu do doja të theksoja që duhet të keni parasysh që shpenzimet për këshilltarët apo konsulentët gjatë fazës së aplikimit apo që lidhen për akreditimin dhe licencimin nuk mbështeten nga ana e projektit të RCP-s. Do të gjitha ato shpenzime retroaktive nuk mbështeten dhe nuk janë të pranueshme nga ana e RCP-s, sidoqoftë këtu theksoj që këto shpenzime mund të përfshihen në kuadër të kontributeve të përbashkëta. Dhe në fund, është për të theksuar se shënime të rëndësishme që gjitha to lista, le themi, të kostove të pranueshme, të cilat ju referuam paraprakisht, nuk është e detyrueshme. Le themi që konsorciumet munden sugjerohen, por nuk janë të detyruara t'i përfshin të gjitha këto koste në kërkesën e tyre për financim nga RCP-ja. Le themi më konkretisht, kemi një BTI e cila nuk ka nevojë për rehabilitim të hapësirave, infrastrukturën e ka në rregull, atëherë në fakt nuk përfshin fare ndërtimin, por vazhdon vetëm me pjesën e pajisjeve dhe aktivitetet e programit bashkëpunues. Po ashtu vlen për të përmendur se gjitha kostet e përmendura
më sipër janë të pranueshme për financim nga RCP-ja dhe mund të llogariten gjithashtu si një kontribut pjesëmarrës apo matching contribution nëse preferohet nga ana e konsorciumit. Kostot gjatë vlerësimit dhe përgatitjes plotësimit të formës së buxhetit është me rëndësi që duhet të bazohen në hulumtimin e tregut, domethënë që të jenë sa më reale. Kostot ashtu duhet të llogariten duke përfshirë taksat përkatëse siç janë transporti, instalimi, dogana apo edhe taksa tjera shtesë, por këtu do të theksoj që në rastin e Kosovës, projektet e financuara nga RCP-ja dhe KCP-ja janë të liruara nga TVSH-ja, domethënë nuk përfshihet TVSH-ja. Dhe është me rëndësi për të theksuar se formulari i buxhetit që këshillohet të përdoret për llogaritjen e kostove është i disponueshëm për të flasim në këtu, po i referohemi web faqes, të cilën menjëherë posa ta përfundojmë pjesën e prezantimit në PowerPoint, do t'ju demonstroj konkretisht, edhe dorëzimi i formularit të buxhetit, duke përfshirë edhe paramasën në rastin ku përfshihen fonime, është një nga dokumentet e detyrueshme. Dhe së fundmi, është me rëndësi të theksohet që numri i pozicioneve buxhetore që do të financohen nga RCP-ja brenda formularit të buxhetit duhet të jetë maksimumi deri në 10 pozicione. Domethënë të mos të kalohet ky numër. Dhe vlera vlerësuar e secilit pozicion duhet të jetë minimalisht 10.000 euro për pajisjet, makinerit, apo dhe punimet, si dhe minimumi 5.000 euro për kostet e tjera, këtu duke ju referuar shpenzimeve të trajnimit bashkëpunues, programit bashkëpunues, po gjitha këto konkretisht do t'i sqarojmë në vijim, do të thënë në momentin që do ta hapim dhe do ta shpletojmë sot të temi në mënyrë më të përgjithshme formën e buxhetit dhe pastaj në sesionin siç e ceka shtesë të dytë informues me datë 30 prill, detajisht do të ndajmë në formën e buxhetit si dhe në paramasën. Dhe së fundmi, konsorciumet e arsimit dhe aftësimit profesional duhet të kontribuojnë në projekte duke dhënë një kontribut përkatës prej të paktën 10% të vlerës totale të financimit të kërkuar. Dhe këtu, për të theksuar që kontributi mund të jepet financiarisht, apo edhe në natyrë po i referohemi in kind, për mbulimin e kostove operacionale, apo dhe kostove të tjera të investimit, që mund të jenë nga BTI-t, apo edhe nga vetë kompanit partnere së bashku. Por, për të theksuar se deri tani diskutuam cilat kosto janë të pranueshme, por tani do të theksojmë se cilat kosto nuk janë të pranueshme, apo cilat shpenzime nuk janë të pranueshme nga ana e projektit të RCP-s. Si kosto të papranueshme nga ana e RCP-s janë shpenzimet operacionale të BTI-ve, si dhe ndërmarrjeve partnere. E këtu çka po nënkuptojmë? I referohemi pagave të mësimdhënësve, të përfshirë drejt për drejt në zbatimin e programit apo të programeve të trajnimit bashkëpunues, duke përfshirë këtu tarifat apo edhe pagat për vetë koordinatorët të trajnimit bashkëpunues, pagat e punonësve në ndërmarrjet partnere, të cilat janë të përfshirë drejt për drejt në zbatimin e programeve bashkëpunues, si të shpenzimet për shërbimet komunale, ujë, rrymë, energjia elektrike e tjera, në proporcion me përdorimin e nevojshëm për zbatimin e programeve të propozuara të trajnimit. Për ma tepër, si kostet të papranueshme nga RCP-ja, do të thënë që nuk mbulohen nga ana e projektit, është dhe sigurimi i aksidenteve për të gjithë të trajnuarit, i cili në fakt, sigurimi i aksidenteve për të gjithë të trajnuarit është e obligueshme të sigurohet nga ana e konsorciumeve. Po ashtu kosto e kompenzimit për të trajnuarit nuk mbulohet nga ana e projektit, si dhe kosto e transportit për mësimdhënësit
të trajnuarit apo dhe vetë trajnerët, si dhe punojësit në kompani, që lidhet direkt me ofrimin e programeve të trajnimit bashkëpunues të propozuara në kuadër të projektit. Dhe së fundmi, kemi të listuara dhe kostot e amortizimit, si dhe vlerësimit të pajisjeve dhe makinerive të përdorura për trajnimin praktik gjatë ofrimit të programeve të trajnimit bashkëpunues të propozuara në kuadër të projektit. Por këto, për të theksuar dhe ju lutem ta kem vëmendjen tuaj që këto kosto janë të papranueshme, të nuk mbuluhen nga ana e projektit të RCP-s, por sidoqoftë të gjitha mund të përfshihen si kosto në kuadër të 10% që është i detyrueshëm të kontributeve të përbashkëta nga konsorciumi, apo matching contribution që i referohemi si terminologji në anglisht në aplikacionin, i cili duhet të plotësohet në gjuhën angleze. Kostot tjetër, siç e cekët, nuk mund të financohen, për njëjtën kohë dhe as nuk mund të llogariten si kontribut i përbashkët, dhe nuk janë të pranueshme as pak, domethënë as nga ana e mbulimit të projektit si grant, po as të listohen si kontribut i përbashkët, përfshin kosto të tilla apo shpenzime të tilla si blerja, mirëmbajtja apo amortizimi i pajisjeve dhe makinerive, të cilat nuk lidhen drejt për drejt me zhvillimin e një programi apo përmirësimin e programit ekzistues të trajnimit bashkëpunues, të cilin ju jeni duke aplikuar apo aplikoni, mbështetja direkte financiare për ndërmarrjet për blerjen e pajisjeve dhe makinerive, domethënë kjo kosto nuk është e pranueshme nga RCP-ja as si kontributi përbashkët, po as nuk mbuluohet si fond, si dhe kostot operacionale të përdorura për qëllime të ndryshme, se domethënë që nuk përdoren direkt për ofrimin e programeve të trajnimit, cilat mund të përfshin për shembull pagat e mësimdhënësve, të cilët mësimdhënës janë të përfshirë në programe të tjera të ofruara në kuadër që Instituti i Arsimit Profesional ofron apo në profile tjera dhe jo me atë që është aplikuar në projektin e RCP-s. Dhe së fundmi të gjitha kostot tjera, të cilat në fakt nuk lidhen drejt për drejt me ofrimin e programit të bashkëpunimit, të trajnimit bashkëpunues, të propozuar në kuadër të projektit. Po çka në fakt përfshin paketa aplikimit? Në kuadër të aplikimit përfshihen dokumentacione, le të themi të mëposhme, të cilat janë kërkohen të plotësohen dhe të dorëzohen, siç e theksova, i gjithë procesi është online. Fillimisht kërkohet të plotësohet formulari i shprehjes së interesit, të cilën në fakt do ta, siç e theksova, pas disa minutash edhe do ta shpjetojmë së bashku. Krahas kësaj, nevojitet të vletohen dhe të mirën parasysh udhëzimet e RCP-s mbi shëndetin dhe sigurinë në punë, udhëzimet e menaxhimit mjedisor social, udhëzimet mbi kontributin pjesëmarrës, lista kontrolluese mbi përputhjen e kontributit pjesëmarrës apo matching contribution, cilat do të thellojmë më tepër dhe të sqarojmë më tepër në sesionin e dytë informues me datë 30 prill, si dhe udhëzimet mbi trajnimin bashkëpunues. Por, krahas formës shprehjes interesit që kërkohet të plotësohet dhe dorëzohet online, po ashtu kërkohet të dorëzohen dokumentet shtesë, të cilat janë të detyrueshme për të bërë të pranueshëm dhe për të kaluar fazën e dytë. Ato përfshin memorandumin e mirëkuptimit apo bashkëpunimit që e cekëm më herët, dokument i cili duhet të nënshkruhet nga ana e konsorciumit, konkretisht BTI-s dhe kompanive partnere, letra mbështetjes, e cila duhet
të nënshkruhet nga autoritetet përgjegjëse të vendit, siç e ceka Ministria, Drejtoritë Komunale të Arsimit apo institucione tjera në vendi, në rastin apo në rastin e BTI-ve publike që i kishim që mund të jetë pronari, dekanati, bazuar në statusin e BTI-s private që operon. Po ashtu në kuadër të dokumentacionit që kërkohet të dorëzohet është edhe licenca që përdeton regjistrimin e BTI-s, akreditimin për programet e propozuara të trajnimit të bashkëpunues, këtu për të theksuar që në kuadër të akreditimit aplikimet, në fakt konsorciumet mund të aplikojnë, janë të pranueshëm të aplikojnë edhe pa akreditime, por në kushtin që programi me të cilën ata aplikojnë, programi bashkëpunues, është në proces akreditimi, apo është duke BTI-a konkrete është duke planifikuar që të filloj me akreditimin e programit konkret që është duke aplikuar. Por, në rastin që shpallet fituese, kompania që aplikon, por duke mos pasur të akredituar programin, atëherë në fakt ka fatkohor 3 muaj prej momentit që shpallet fituese që njoftohet zyrtarisht nga ana e projektit tonë të RCF-s për të finalizuar procesin akreditimit dhe marrë në fakt akreditimin dhe dërguarat tek organet tona kompetente të projektit, konkretisht koordinatorët tona rajonal, që përfshin Renatën dhe mua. Po ashtu, në kuadër të dokumenteve të shtesë, përfshin edhe aktet e regjistrimit të biznesit, më konkretisht certifikatat e regjistrimit të biznesit për gjitha ndërmarrjet partnere dhe BTI-t private në rastin konkret, ku siç e cekëm duhet së paku të kenë 2 vite operimi nga momenti që shpallet thirrja. Dhe 2 dokumentet shtesë, në fund që i cekëm, formulari i buxhetit dhe forma e paramasës apo preventimit që përfshin në fund punët ndërtimore në rastin ku është aplikueshme konkretisht në rastin e punimeve. Në fund do të theksoja që krahas, domethënë të projektit të RCF-s, ne kemi po ashtu të lansuar edhe platformën rajonale online, Net for Vet, është platforma e vetme rajonale që i dedikohet plotësisht arsimit dhe aftësimit profesional, ku momentalisht në fakt janë të listuara projekte fituese nga 3 thirrjet e RCF-s, jo vetëm nga Kosova, po duke përfshirë edhe gjitha vendet tjera të rajonit, dhe cilën në fakt mund ta fryzoni për ta shfrytzuar, mund ta fryzoni për ta vizituar, për të, pse jo themi, për të marrë një llori apo ndonjë praktik, program tjetër që është implementuar dhe është fituar në vende tjera të rajonit. Po ashtu për të theksuar se edhe platforma ofron edhe informata të ndryshme sa i përket aspekteve tematike që ne si projekt ofrojmë, duke përfshirë si ceka edhe më parë aspektin e gjelbër, aspektin e digitalizimit, si dhe përfshirjes gjinore dhe përfshirjes sociale. Dhe së fundit tani, do të thënë po i referohemi konkretisht se si duket forma aplikimit. Unë në fakt do ta ndërprej përkohësisht tani prezantimin në PowerPoint dhe do t'ju demonstroj konkretisht në webfaqe se ku mund t'i gjeni. Jeni duke e parë tash? Po, kjo është forma aplikimit. Këtu jemi në webfaqen e Fondit Rajonal të Sfidave, domethënë është rcf.wb6.org. Siç njoftova, webfaqja është krahas gjuhës angleze edhe në gjuhët lokale të rajonit, duke përfshirë dhe gjuhën shqipe. Ato dokumente, informata që përmenda gjatë prezantimit mund t'i gjeni duke
në befasi klikuar tek fusha që përfshin aplikimet për grande, dhe më konkretisht do më thënë kemi afatet dhe mbithirjet e hapura, konkretisht tu ku i referuam në sesione informuese, kush mund të aplikoj, që e cekëm mësuesin, procesi i aplikimit, dokumente dhe udhëzime të rëndësishme, që unë në fakt i referohesha, pra si konkret po flas për memorandumin e mirëkuptimit, letra mbështetjes, buxhetin, edhe forma e paramuas apo preventimit, me një klikim të thjeshtë, këtu e ngarkoni si dokument, pastaj rasti konkret po i referohem memorandumit të mirëkuptimit, që nënshkruhet nga gjithë anëtarët e konsorciumit, edhe pastaj e ngarkoni pas gjatë formës aplikimit që ta prezantojmë në vijim. Krahas asaj, vetëm për t'ju demonstruar që më poshtë krahas dokumenteve të procesit të aplikimit janë edhe udhëzime që i ceka që ju lutemi keni parasysh që ti shfletoni dhe lexoni me vëmendje me qëllim që aplikimi juaj të jetë i pranueshëm me kriteret e cekura në udhëzuesjen e pranueshmërisë apo eligibilitetit. Po ashtu, dokumentin mbi kriteret e përzgjedhjes, si dhe çka konkretisht nuk kuptojnë me trajnimin bashkëpunues, janë dokumentet të cilat në fakt mund t'i gjeni konkretisht me mouse në fakt në linkët që vetëm po i klikoj. Siç mund ta shihni, kriterin e përzgjedhjes krahas gjuhës angleze është i disponueshëm edhe në gjuhën shqipe, por për të theksuar që forma e aplikimit duhet të plotësohet vetëm në gjuhën angleze. Vetëm në gjuhën angleze. Atëherë do të thonë, këtu jemi në webfaqe direkt që jam duke demonstruar, dhe që aplikoni application submission, ju hapet faqja shtesë, më konkretisht sistemi i menaxhimit të grandeve, nga këtu ato VTI, të cilat në fakt tani më kanë të krijuar profilin e tyre online, nuk kanë nevojë të krijojnë profilin, vetëm kyçen përmes profilit që e kanë, ndërsa për ato konsorciume apo VTI të cilat janë duke aplikuar për herë të parë në projektin e RCF-s, kërkohet së pari që të krijojnë account, llogaritë të tyre, dhe pastaj vazhdojnë tutje me formën e aplikimit. Momentin që kyçeni, kjo është edhe forma e aplikimit që e krijoni llogarin, forma e aplikimit që u shfaqet. E cila krahas pjesës së parë që përfshin një instruksione se çka konkretisht dhe si plotësohet forma, është i strukturuar në 8 konkretisht 9 pjesë, duke filluar fillimisht me kriteret e eligibilitetit dhe vazhdu tutje me pjesë të tjera, të cilat tani do t'i shfletojmë siç e ceka shpejt, ndërsa me sesionin e radhës me datë 30 do të thellohemi konkretisht se çka përfshin secila nga pyetjet e kërkuara. Domethënë, forma e parë është për të konfirmuar që në fakt kriteret të cilat i kërkojnë i posedon konsorciumi që aplikon, në rastin konkret po i referohemi Institutit të Aftësimit dhe Arsimit Profesional. Nëse konsorciumi është brenda kritereve që përbëhet nga së paku një shkollë profesionale, fakultet dhe 3 kompani partnere për të konfirmuar me radhë. Dhe në fund, fondet që kërkoni janë në mes të vlerës segmentit të kërkuar prej 150.000 deri në 500.000 euro. Dhe çka është me rëndësi do të ndalesha këtu, pasi është një, le të themi, informat e re dhe kriter i obligueshëm shtesë, aspektet tematike dhe prioritetet kombëtare, ku siç mund ta shihni, domethënë janë të listuara
të tri aspektet tematike, ai tranzicionit të gjelbër, përfshirjes gjinore dhe sociale, si dhe transformimit digital, si dhe prioritetet kombëtare që i prezentua më parë. Do të thonë, projekte që ju planifikoni të aplikoni, a përfshin një nga këto aspekte, apo mund të jetë që përfshin edhe dy aspekte. Le të themi, jeni duke aplikuar në një sektor të tikut ta marrë si rast konkret, por njëkohësisht le të themi në kuadër të kurrikulave të juaja, në kuadër të trajnimit bashkëpunues që aplikoni, apo në kuadër të BTI-s, jeni përfshini apo jeni duke planifikuar të përfshini praktika të gjelbra që mund të përfshin menaxhimin, le të themi, e mbeturinave apo përditësimin kurrikulave me aspektet gjelbra, apo gjëra tjera që në fakt vetëm i prezentua më parë dhe mos humbim kohë ti ripërsërisim. Do të thonë, në fakt, kjo mund të jetë pyetja që mund të listohet një, dy apo cilat janë të themi aplikueshme rastin e projektit juaj konkret. Këtu, sidoqoftë, do të theksoj edhe një herë që thirrja është e hapur për të gjitha sektorët ekonomik, do të thonë që shkollat të aplikojnë me profile të tyre, me trajnimit nga gjithë sektorët ekonomik, por prioriteti është në ato tri që i ceka. ICT, përpunimi ushqimit, përpunimi drurit, si dhe përpunimi metalit. Rasti konkret, dhe themi kemi një BTI nga sektori me profil nga sektori ndërtimtarisë, por që në fakt në kuadër të saj përfshin le të themi aspekte tematike të tranzicionit të gjelbër që mund të përfshin në kuadër të, do të thonë, aspektet e energjisë eficiente, atëherë patjetër që është e pranueshme dhe mund të aplikojë, do të thonë, si projekt në kuadër të fondeve, granteve që ne i shpërndajmë. Do të thonë, edhe një gjë e tillë është e aplikueshme për gjithë sektorët ekonomik dhe BTI nga gjithë, do të thonë, që përfshin profile nga gjithë sektorët, por edhe njëkohësisht me theksu që kjo vlen edhe për BTI-t apo Institutet e Arsimit dhe Arsimit Profesional nga sektori privat. Përsëri ne i inkurajojmë fakti edhe janë të pranueshme të aplikojnë edhe BTI nga sektori privat, por ato nga sektori publik në kuadër të prioriteteve kombëtare, do të thonë, kanë një prioritet shtesë. Këtu, nga secila nga prioritetet tematike apo kombëtare që përzgjedhni, atëherë duhet të përshkruhen detajisht se çka dhe si konkretisht ju do t'ja jeni duke i adresu apo planifikoni t'i adresoni në projektin që ju aplikoni. Forma e dytë, ne nuk kemi plotësu, po vazhdojmë në pjesën e dytë të formës së aplikimit, e cila në fakt pastaj përfshin informata kryesore mbi Institutin e Arsimit Profesional BTI me rolin lider në aplikim, adresa, emri, mbiemri, është shumë e rëndësishme përfaqësuesi ligjor i BTI-s dhe njëkohësisht, domethënë, edhe numri akreditimit, certifikatë e regjistrimit, e pronësisë, po gjithashtu që ceka do të shkojmë edhe një herë në fakt detajisht ti sqarojmë gjatë sesionit të ardhshëm me ato 30. Domethënë është me rëndësi edhe pyetja në vjem si një përshkrim i shkurtër i BTI-s, po apo pyetja e radhës që të specifikohen ngrohande çka keni pas gjatë viteve të kaluara, në konkretisht 3 vitet e fundit, po të ta keni parasysh edhe minimumin e fjalëve të kërkuara dhe të jeni sa më konkret në pyetjet të cilat kërkohen dhe në përgjigjet e juaja. Domethënë informatat përgjithshme në BTI, siç e theksova, konsorciumi mund të ketë një BTI kyçe, sidoqoftë është e hapur, është opsionale
edhe për BTI-n e dytë. Kjo është sesioni i dytë, ndërsa sesioni i tretë përfshin informata mbi kompanitë partnere, siç e theksum, numri minimal i kompanive të cilat duhet të jenë pjesë e projektit në aplikim duhet të jetë 3, dhe përfshin informata emri, adresa, personi përgjegjës, ligjor, çka është shumë e rëndësishme, domethënë certifikata e regjistrimit të dokumentit, përfshimi i përgjithshëm i kompanisë dhe pyetje me radhë, cilin program bashkëpunues, domethënë rastin konkret kompania në fjalë është e përfshirë, do të jetë e përfshirë, siç e cekëm, secili aplikacion mund të ketë 1 apo maksimumi 2 programe bashkëpunuese të trajnimit. Në rast që ka më tepër se 2 programe, atëherë kemi edhe kompaninë kështu tjetër, pse kompania në fjalë në rast se është e kyçur më tepër se 1 program, atëherë në fakt cekët edhe cili program shtesë, po siç e theksova, kompania në fjalë duhet i përket sektorit të njëjtë me programin që është duke aplikuar. Do thonë kemi një projekt që është duke BTI si rol konsorcium me BTI me rol lider në aplikacion që është duke aplikuar për një projekt trajnimin le themi profilin e zhvilluesve sot berik. Atëherë dhe kompania në fjalë duhet i përket sektorit ekonomik përkatës, domethënë nga tipu apo rasti i ndërtimit, domethënë profili që mund të përfshijë murator, kompania partnere duhet të jetë nga sektori i njëjtë ekonomik apo procesimi le themi ushqimit nga kompani që i përkasin në sektorit të njëjtë ekonomik në kuadër të procesimit ushqimor. Njëjta vlen të informata për kompaninë e dytë, kompaninë e tretë, aplikacioni shfaq deri në 3 kompani, momentalisht që është minimumi i kërkuar, por në fakt në rastin e juaj, në rast se dëshironi të shtoni kompani shtesë, që maksimumi është 10, atëherë lirshëm mund t'i shtoni ato, duke pas parasysh që vetëm klikoni për kompaninë shtesë add additional company. Sesioni i radhës përfshin ne tani vetëm jemi duke demonstruar, po kompletojmë aplikacionin, forma e keni parasysh. Informata këtu kemi nëse dëshironi të shtoni kompani shtesë, nëse po ju shfaqen informatë, domethënë hapësirat përkatëse për kompaninë e shtesë 4 apo kështu me radhë, nëse jo, vazhdojmë tutje me informata që kërkojnë pyetje shtesë mbi programin bashkëpunues që në fakt jeni duke aplikuar. Domethënë listohen kompanitë shtesë që si se ceka janë deri në 10 kompani, maksimumi që mund të jenë pjesë e konsorciumit, por me rëndësi është minimumi prej 3 kompanish, që vetëm e theksuam disa herë. Sesioni i parë përfshin informata mbi programin bashkëpunues, mbi trajnimin e programit bashkëpunues, duke ja filluar nga emrimi, certifikata, sektori, do të natyrës sa janë trajnime apo shkurtra apo gjata, kozgjatja, siç e cekëm edhe në rast të kozgjatjes 4 vjeçare, përsëri nga projekti RCF-s mbulohen vetëm 3 vite.
Numri I studentëve, këto për të teksu lutem keni parasysh që në fund të vitit të dytë numri minimal I studentëve duhet të jetë 30, por ky është numër kumulativ, domethënë duke përfshirë vitin e parë 15 studentë apo vitin e dytë 15 viti I parë, 15 viti I dytë që është 30, që është në kuadër të kriteret të pranueshmërisë. Në rast që nuk, domethënë në akreditimi është apo nuk është, në rast që nuk, siç e thekëm, nuk ende aplikoni me një program të ri I cili nuk është I akredituar, atëherë duhet ta sqaroni se çka konkretisht arsyet pse nuk është I akredituar edhe kur planifikoni që akreditimi si proces të finalizohet. Nëse të ndalesha më tepër, vazhdojmë tani me pjesë të tjera, pas parasysh kohën edhe po e shoh që pak kemi një numër konsiderueshëm të pyetjeve që janë bërë nga juj. Sesioni I radhës, konkretisht ai 6 përfshin informata mbi personat përgjegjës, konkretisht koordinatorët e programit të bashkëpunues, domethënë pozita, natyra se gjendja si në fakt si qëndrojmë me pajisje, për secilën fakt koordinatorët për kompaninë partnere të parë, dytë me radhë dhe sa do kompani janë konsorcium, po e teksoj të gjitha këto të shpojmë një nga një pyetje për sqarim në sesionin e radhës që kemi me datë 30 prill. Sesioni I 7 në fakt është me rëndësi dhe I dedikohet nevojave për investime që ju do t'i kërkoni, më konkretisht pyetja e radhës, domethënë kërkohet të sqaroni konkretisht nevojat, pse keni nevojë dhe arsyetoni fondet që jeni duke planifikuar përmes RCP-s, projektit të RCP-s, dhe një përshkrim I shkurtër mbi investimet me fokus në makineritë edhe ndërtimin. Domethënë vetëm makineritë dy kategori para, makineritë, pajisjet dhe ndërtimin, se çka konkretisht ku do t'i alokoni kërkesën për ato fonde. Këtu e kemi formën e buxhetit, e cila në momentalisht është me të vërtetë e thjeshtuar shumë, shpreh interesit, por ne çka ju rekomandojmë, së bashku me Renatën fakt e kemi diskutuar që krahas, domethënë formës aplikimit, siç e theksuam, në kuadër të dokumenteve të obligueshme është edhe forma e buxhetit në Excel, ku fillimisht ju inkurajojmë që të plotësoni formën në Excel. Dhe pastaj, pasi që e plotësoni formën në Excel, e keni më të qartë se ka konkretisht kërkesën e juaj për investimin në zërat buxhetor, dhe bazuar në formën e buxhetit në Excel, e plotësoni pastaj në formën e buxhetit në aplikacion. Kjo është forma e buxhetit në Excel, e cila është e detyrueshme në fakt t'i bashkangjitet aplikacioni, siç e pash nga kodë nga webfaqja, plotësohet, ruhet në dokumentin e juaj dhe pastaj në fakt downloadohet nga kodë përsëri në aplikacionin që aplikoni. Forma e buxhetit me të vërtetë është e thjeshtë, është e ndarë në 3 kategori. Kategoria e parë përfshin investimet, më konkretisht domethënë pjesën e punimeve infrastrukturore, dhe pjesën e makinerive dhe pajisjeve. Këto janë vetëm disa numra që ne kemi plotësuar dhe themi sa për orientim të juajin. Dhe pjesa e dytë, në kategorinë e dytë, kategoria e aktiviteteve të programit bashkëpunues, më konkretisht po I referuami trajnimeve të trajnerëve, të mësimdhënësve, trajnime fshillore apo përjetësimi I kurikulave, shpenzime marketingut, por këtu për të theksuar që maksimumi
i kostova apo shpenzimeve të aktiviteteve të programit bashkëpunues duhet të jetë 20% e vlerës totale me cilën jeni duke aplikuar së fundmi, po e shohim se janë të përfshira, siç e theksuam, edhe shpenzimet, domethënë e kostove në kuadër të shpenzimet e sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës, në vendet e mësimit praktik, apo në shkollë, apo edhe në kompani, që mund të mbuluan nga ana jonë për nxënësit, dhe në anën tjetër, në fakt, mund të shihni se në kuadër të kostove të jo pranueshme nga ana e projektit, por që mund të përfshihen në kuadër të kontributeve të përbashkëta, i kemi kostot e transportit të nxënësve apo mësimdhënësve, sigurimi, i cili e cekëm që është i obligueshëm në fakt, po edhe kostot tjera operative apo kostot e pagave dhe koordinatorëve të kyçur si nga VTI-a dhe pagat e mësimdhënësve si dhe koordinatorëve të kyçur si nga koordinatorët e trajnimit bashkëpunues si nga ana e VTI-s dhe trajnerëve në kompani, që mund të përfshihen si matching contribution, por kontribute të përbashkëta, por vetëm për përqindjen të cilat janë të dedikuara direkt në programin bashkëpunues të cilin aplikoni. Dhe së fundmi, po e shihni pjesën e fundit, që në fakt ju ndihmon për të pas parasysh që të jeni brenda kritereve që jeni duke që kërkohen, që themi konkretisht. Sorry, Vesa, this is technical support speaking. Our attendees say they cannot see Excel sheet. Could you please stop sharing and share the Excel sheet of the budget template again? Okay, we'll do it. Thank you for letting me know. Thank you. Atëherë mund ta shihni tani? We can see it now. Thank you. Okay, thank you, Alexander. Atëherë po besoj që tani jeni duke parë formën e Excelit në formën e buxhetit në Excel. Do ta përsëris, i kemi të ndarë në kategoria e investimeve, konkretisht domethënë i punimeve infrastrukturore, makinerive dhe pajisjeve, dhe pjesa e shpenzimeve për programin bashkëpunues, dhe pjesa tjetër që në fakt përfshin në pjesën e kontributeve të përbashkëta. E theksova në fund, siç isha duke sqaruar, e kemi tek pjesa e kontributeve e aktiviteteve të trajnimit bashkëpunues, i cili në fakt formula në VMU ndihmon që të jeni brenda kritereve të aplikueshme, domethënë maksimumi prej 20%, dhe njëkohësisht për kontributet e përbashkëta, që minimumi duhet të jetë 10%. E kemi shit në vjem që në fakt një shembull ne që kemi marrë se si mund të duket një buxhet, gjithnjë duke pas parasysh që theksuam edhe numrin e pozicioneve, të cili nuk duhet të kalojë në fakt 10 pozicione brenda kategorive, si dhe vlerat përkatëse, po këto gjitha në fakt do të hyjmë më tepër në detaje në sesionin e radhës. Atëherë në fakt kjo është pjesa e buxhetit, do të kthehemi pas tek forma aplikimit, po shoh se ka kaluar një kohë e gjatë, edhe po besoj është në interesin e juve që të vazhdojmë tutje me përgjigjen e pyetjeve, pastaj me datën 30 do të kemi mundësi që të sqarohemi më konkretisht se ku dhe si qëndrojmë. Me formën e aplikimit dhe përgjigjemi të sqarojmë se cilën nga pyetjet nga një. Sesioni i fundit do të thoni dedikohet buxhetit. Pyetja e radhës është që duhet të përgjigjeni me një përshkrim të shkurtër për fondet për aktivitetet e programit bashkëpunues. Këtu e kishim për makinerit dhe ndërtimin, pajisjet dhe
do të thënë makineritë dhe ndërtimin, këtu vetëm për programet bashkëpunues, kontributet e përbashkëta, çka konkretisht përfshin, vlerën e tyre të saktë që duhet të jetë 10% minimumi, dhe në rast të bashkëfinancimit, i cili në fakt nuk është i obligueshëm, por është opcional edhe në fakt preferohet, pse jo, për t'i japë një aspekt më të qëndrueshëm programeve të trajnimit bashkëpunues me të cilat aplikojnë. Sesioni i fundit atë përfshin dokumentet të cilat janë detyrueshme nga kohën në aplikacion, spari në fakt nga ana juaj, do të thënë edhe tu i keni direkt që mund të shikoni në link, ta merrni formën, e printoni, në shkruhet nga gjitha palët si CC-ka, memorandumi i bashkëpunimit, data, e kemi pastaj licenca e Institutit të Aksimit Profesional, dokumenti e akreditimit, letra mbështetjes, që duhet të përfshihet nga autoritetet relevante varësisht nga sektori publik apo privat, dhe është shumë e rëndësishme që rrikuata të regjistrimit të ndërmarrjeve. Me buxhetin, siç e cekëm për katës, i kemi buxhetin në Excel, po ashtu dhe paramasën, cilat në fakt do t'i shkojnë tutje disa herë fiksova me sesionin e radhës. Dhe së fundi deklaratën, e cila këtu për të theksuar që krahas BTI-s si lider i konsorciumit dhe në fakt aplikimit, duhet të nënshkruhet edhe nga kompanit partner. Atëherë në fakt për sot të ndalesha dhe kjo është e tëra forma e aplikimit. Në fund, para se të kalojmë në sesionin e pyetjeve dhe përgjigjeve, do të ndalesha vetëm në gafatet kohore, ku siç e dini, thirrja e katërt merat e RCP-s është shpallë zyrtarisht me datë 7 prill. Me datë 7 prill. Kemi vazhduar në fakt deri me ku mbyllet me datë 6 qershor, gjatë kësaj periudhe do të mbështetemi me 2 sesione informuese online, sesioni i parë sot dhe sesioni i dytë si CC-ka me datë 30 prill. Në anën tjetër, faza e dytë e aplikimit mbyllet me datë 6 qershor në sistem. Do të thënë gjithë aplikimi bëhet online në ora 12, që ju lutem keni parasysh që të jeni të saktë me afatin, nga se sistemi mbyllet dhe pas datës dhe orës së cekur nuk mund të bëhet aplikimi për asnjë nga aplikacionet. Pas datës 6 qershor, në fakt do të vijojmë tutje pastaj me dorëzim, me vlerësimin, verifikimin konkretisht të kritereve të pranueshmërisë, si dhe vlerësimin e shprehjeve të interesit që kemi marrë, dhe së fundi me përzgjedhjen e listës së ngushtë, ku po besojmë që nga muaji i ngushtë do t'ju njoftojmë se fillimi i muajit gusht, eventualisht fundi i muajit, do t'ju njoftojmë mbi rezultatet e fazës së parë të shprehjes së interesit. Këtu do të thënë ju njoftojmë pa marrë parasysh ato, do të thënë, aplikimet që janë shortlistuar listës së ngushtë për të vijuar në fazën e dytë, që është forma plot aplikimit, apo dhe nëse keni qenë negativ në aplikacionin e juaj, gjithsesi edhe aty ju njoftojmë përmes emailave. Vazhdojmë tutje në fakt pastaj nga fillimi i shtatorit deri në muajin tetor, 2 muaj do të jetë thirrja e hapur për ato projekt propozime të cilat janë përzgjedhur për listën e ngushtë dhe planifikohet që në muajin dhjetor, atëherë edhe të bëhet përzgjedhja projekteve, ku edhe në fakt do t'i njoftojmë aplikuesit relevant mbi përzgjedhjen e tyre
apo jo. Do të thënë e tërë apati kupori pjesës së 4 kanë vijë të përmbyllet deri në fund të këtij viti. Së fundi vetëm shkurt të kthehem tek pyetjet e juaja, se po shoh që me të vërtetë është një interesim i madh. Kriteret e përzgjedhjes i keni edhe në udhëzimet e juaja të kriteret e pranueshmërisë që ju inkurajoj t'i lexoni, përfshin kriteret konceptuale, të ambicjes dhe kriteret e vizibilitetit dhe të qëndrueshmërisë. Për çdo pyetje le të themi sqarim shtesë që mund të keni, mos hezitoni. Na kontaktoni direkt në emailat tona si kolegun Renato Vasili, po ashtu dhe mua Avesa Shehu, po njëkohësisht ju inkurajojmë që të lexoni me vëmendje gjitha dokumentat që në fakt vetëm e theksuam që janë të përfshira në kuadër të dokumentave të obligueshme në webfaqen tonë. Atëherë në fakt nëse Renato nuk ka diçka për të shtuar nga ana e tij, do të filloja direkt me përgjigje në pyetjet e juaja që i keni bërë në chat. Tani, përshëndetje të gjithëve edhe një herë. Mbështetja teknike vetëm ju ka dërguar edhe linqet. Po shoh besa shumë pak po ndëgjoni, po besoj që ka qenë diçka në fakt vetëm momentale dhe është zgjidhur, nga se nga ana teknike unë nuk kisha ndonjë informatë të tillë që është duke pas problem me zërin, ja, vetëm e kam konfirmuar. Pyetja në lidhje me kriteret për aplikantët e kualifikueshëm e kemi nga Baki. Në thirrje thuhet se aplikuesi duhet të realizojë arsimin si pronari kryesore. Sakt, po pyetja është çfarë ndodh nëse një kompani ka të regjistruar veprantarinë kryesore tjetër në ARBK, por zhvillon arsimin të arsimit vytësore dhe e dokumentueshme. Atëherë në rastin e tillë në fakt po shohim se kriteri është që i pranueshëm që veprimtaria kryesore e institutit duhet të jetë arsimi dhe aftësimi profesionale dhe nuk është e kualifikueshme për të viju tutje me aplikimin. Gjithashtu kërkohet, po të një, po si do trajtohen kompanitë private që ofrojnë. Unë e sqarova, po besoj që përgjigjen në Baki e keni marrë gjatë prezantimit. Por procedurës së përgatitur ne në fakt është kriter që patjetër gjitha institutet e arsimit profesional të jenë të licencuara dhe të akredituara, në fakt tani sa e mora një, po, më poshtë po e shoh se nuk e pa ashtu, që Renato vetëm ju që nga përgjigj të gjitha pyetjet e juaja, po Renato. Nëse mund të rry pak, sepse unë jam i përgjigj gjitha pyetjeve, ka pas pyetje tek chati, pastaj kërkova që kalonin tek Q&A që të jenë më të strukturuara dhe më dedikuara përgjigjet për sa i përket pyetjes. Faleminderit shumë Renato. Unë vura re që ka një keqkuptim shumë të madh nga disa aplikantë për mënyrën e formimit të konsorciumit. Edhe më duhet që ta sqaroj sepse janë disa përgjigje që shkojnë në të njëjtin drejtim. Një duke filluar nga pyetja e Bakit, nëse një kompani private bën edhe trajnime. Nëse një kompani private bën trajnime, nuk është institucion i arsimit profesional. Nëse nuk është regjistruar si tillë. Është një kompani që bën trajnime. Dhe unë në përgjigje është që nëse kjo kompani licencohet edhe si ofrues i trajnimeve, atëherë po që mund kualifikohet. Por, duhet patur parasysh që kjo licencë apo ky licencim duhet të jetë ekzistues së paku prej 2 viteve. Pastaj pyetja tjetër vijon me ku mund të adresohemi ne për të licencuar kompanitë, dhe një nga pjesëmarrësit që e falenderoj me inicialet AJ, sa programet trajnohen në autoritetin kombëtar të kreditimeve, kualifikimeve, licencimi bëhet nga mashti. Pra këto janë 2, të themi, institucionet kryesore ku ju duhet të adresoni këtë çështje dhe nevojën tuaj për regjistrim. Tjetra ka disa pyetje në lidhje me përbërjen e kompanive. Kompanitë nuk duhet detyrimisht, dhe kjo nuk është kërkesë në asnjë nga udhëzimet dhe procedurat tona, që të jenë ofrues të arsimit dhe aftësimit profesional.
kompania është një kompani që operon në një sektor caktuar të industrisë. Po themi në sektorin automotiv apo në sektorin ICT. Kjo kompani në rastin kur së bashku me 2 kompani tjera, sepse kushti është minimalisht 3 kompani, bashkojnë forcat me një shkollë, e cila është e licencuar për të ofruar arsim profesional, duhet minimalisht që përveç zellit, dëshirës e përkushtimit për të angazhuar në trajnimin bashkëpunues, kemi mjaftueshëm kapacitete për të pranuar studentët që vinë për të bërë mësimin praktik në këtë kompani. Pra nuk ka kritere kufizuese, sepse ishte një nga komentet që ky projekt është i pamundur apo në Kosovë. Në fakt ne kemi 28 projekte fituese në Kosovë me 100 kompani sipërmarrëse. Ka kufizime të tjera dhe pyet Pleurati që ka përshtypjen ka pyetur edhe thirrjen e kaluar që a vazhdon të jetë kusht dorëzimi pasqyrave financiare, po është kusht në fazën tjetër. Nuk është kusht në fazën e shprehjes interesit. Në fazën e shprehjes interesit, kompania e cila aplikon duhet minimalisht ose të deklaroj me vullnetin e saj që është në një situatë pozitive financiare minimalisht në vitin paraardhës, në vitin para rendës të thirrjes, që do të thotë nëse thirrja është 2025, viti para rendës 2024. Tjetra, dhe kjo kam përshtypjen, është bërë si pyetje nga pjesëmarrësit si kanal më vonë, është cilat industri lejohen në përgjithësi, në parimi ynë i përgjithshëm dhe baza, po themi, operuese e Regional Challenge Fund dhe më herët edhe Kosovo Challenge Fund, është që ky program është në sektor specifik. Ne nuk favorizojmë, nuk prioritizojmë asnjë sektor. Dhe në shpjegimin që bëri të detajuar që bëri Vesa, ne kemi përcaktuar si prioritete kombëtare disa sektorë apo disa industri që paraqesin rritjen më të madhe ekonomike dhe të njëjtën kohë paraqesin nevojën më të madhe për punonjës të kualifikuar. Përfshirë këtu dhe si sektor prioritar, apo themi jo si sektor, po si prioritet kombëtar, është edhe suporti i shkollave publike. Dhe kjo adreson pyetjen tjetër, a janë përjashtuar shkollat publike? Jo, sepse çdo aplikant në rast se plotëson një nga kriteret tematike, që është green transition, digitalizimi, gender dhe social inclusion, automatikisht, pavarësisht se në cilin sektor ekonomik operon, kualifikohet për tu konsideruar një fjalë për aplikimin për shprehjen e interesit. Kështu që në këtë fazë, për mendimin tim çfarë është e rëndësishme, sepse sot dje kishim edhe info session në Shqipëri dhe kemi mjaftueshëm, po themi, kemi bazë konsiderueshme pyetjesh që ja vlen ti përmbledhim në disa rekomandime udhëzuese. Në këtë fazë është e rëndësishme që të identifikohet nëse një institucion i arsimit profesional publik ose privat është i kualifikueshëm po apo jo në bazë kritereve të mirë përcaktuara në udhëzime. Një kompani është apo jo e kualifikueshme dhe një program është apo jo i kualifikueshëm. Dhe kur dalim te programet, pyetja tjetër është që a duhet të jenë këto të akredituara? Jo. Programi, nëse është i akredituar shumë mirë, pra ato që janë ekzistues, nëse është një program i ri, nuk ka si të akreditohet në muajin maj ose prill në mënyrë që ju të aplikoni. Dhe ne kemi thënë që nëse nuk është akredituar, në formën e shprehjes interesit keni një seksion caktuar ku duhet t'i jepni shpjegime në cilën fazë është. Pra keni aplikuar, është në fazën e përgatitjes së standardeve kombëtare, sepse dhe kjo është për të ndarë pak nga bisedat dhe eksperienca që kemi ndarë deri më sot me shumë nga aplikantët, ka një problem të theksuar, sidomos sektorin ICT, me standardet kombëtare. Nuk ka standardet kombëtare të zhvilluara për programe inovative. Që do të thotë, është më shumë punë për autoritetet përkatëse që fillimisht zhvillojnë standardet në mënyrë pastaj që ju të akreditoheni. Por akreditimi është kusht për të vijuar më tej me hapat e tjerë nëse ju përzgjidheni për të kaluar në fazën e dytë dhe nëse nga faza e dytë përzgjidheni për të financuar nga RCF-ja. Kështu që këto duhet t'i bani parasysh. Pra,
Si fillim, kam përshtypjen sfida më e madhe është formimi i një konsorciumi, cila shkollë do të shkohet në cilat kompani për të aplikuar, nëse i plotësojnë apo jo kriteret, dhe pastaj duhet marrë patjetër pjesa e dokumentacionit, apo po themi përputhshmëria me kriteret, qofshin ato procedurale, po edhe legjislative të Republikës së Kosovës, dhe më tej pastaj zhvilloni arsye po themi shpjegimin tuaj të projektit, çfarë ky projekt ka objektiv që të bëjë për sa i përket trajnimeve të propozuara, dhe pastaj buxheti, financimi e kështu me radhë, cilat ne do kemi mundësi të flasim edhe në sesionin udhëzues pas 2 javësh mos gaboj nga sot. Po, faleminderit shumë Renato. Në fakt, së fundit po shoh, nuk e dija ju është përgjigj Arben Ymeroaga, ka 2 pyetje konkrete. Cilën pyetje? I kam përgjigj një Okay. pyetje vetë. Okay, në rregull atëherë jam. Kemi ndonjë pyetje shtesë? Atëherë, Dhe ajo që është për të tekstuar, se kam përshtypjen, nuk jam shumë i sigurt, po ndesha diku në një nga pyetjet, Vesa e theksoi gjatë prezantimit, të gjitha financimet për të gjitha masat mbështetëse, infrastrukturë, pajisje, makineri, trajnime, këshillime, përfitues kryesor është VTI-ja, institucioni arsimor, pra investimet ndodhin aty, dhe tjetra nuk ka shpenzime retroaktive. Pra nëse duhet filluar nga tani, edhe deri kur të përzgjidheni mas një viti, po themi. Ju keni shpenzime që kanë bëjnë me përgatitjen e projektit, me përgatitjen e dokumentacionit për akreditim, dhe ne këtë do të sqarojmë më tej në sesionin tjetër udhëzues, mund të jenë pjesë e matching contribution, por nuk janë shpenzime të para për të paguar nga RCF-ja. Po, Vesa, më fal. po, faleminderit Renato, jo, e mbulove, si duket ne nuk po kemi pyetje shtesë. Tani në fakt ne së bashku me Renato do të donim edhe një herë t'ju falenderonim për pjesëmarrjen e juaj, si dhe për pjesëmarrjen aktive në pyetjet e juaja. U tekstu disa herë gjatë prezantimit që ne ju inkurajojmë të vazhdoni tutje me përgatitjen e aplikimit, posaçërisht përgatitjen e dokumenteve që kërkohen, këtu duke ju referu të më thonë letrës së mbështetjes nga autoritetet përkatëse, si dhe marrëveshjes së nënshkrimit, të më thonë memorandumit të mirëkuptimit, për t'ju njoftuar më tepër edhe siç e theksova për t'ju asistuar, mbështetur tutje gjatë procesit të aplikimit. Në sesionin e radhës do ta mbajmë me datë 30 prill, ashtu në Zoom, në format i njëjtë, dhe njëkohësisht në fakt në ndërkohë, domethënë filloni, punoni, pyetjet eventuale që mund të kemi, jemi në kontakt përmes emailëve, dhe miru pafshim me datë 30 prill, gjitha domethënë ftesën për sesionin mbi tutorials edhe pyetje dhe përgjigje do t'ju dërgojmë po ashtu përmes emailës, si në rastin e sotëm, dhe suksese me aplikimet dhe miru pafshim. Suksese dhe ditë e mirë, faleminderit gjithë. Faleminderit, sot mirë.